Përshëndetje, të qenit i sigurt dhe të kesh dashuri për veten janë tipare të shëndetshme, por një personalitet tepër egocentrik ka një mendësi egocentrike që mund t'i bëjë marrëdhëniet sfiduese. Kur je me ta, e gjen veten të ndihesh i padëgjuar. Pra, si të dallojmë një personalitet egocentrik? Ata karakterizohen nga një fokus i thellë në veten e tyre, ku nevojet, mendimet e dëshirat e dikujt vazhdimisht kanë përparësi mbi të tjerët. Të kuptuarit e shenjave të një personaliteti egocentrik mund të ndihmojë në lundrimin e ndërveprimeve dhe vendosjen e kufive kur është e nevojshme. Unë do të rendis 7 shenja të zakonshme të tipareve të personalitetit egocentrik dhe shembuj nga jeta reale për të ndihmuar me illustrimin e tyre. Shembuj të thjeshtë, sigurisht. Shenja e parë është sindroma e qendrës së vëmendjes. Individët egocentrik shpesh dëshirojnë vëmendjen. Ata kanë tendencë të dominojnë bisedat dhe të drejtojnë çdo dinamik grupi ndaj vetes, duke bërë sfiduese për të tjerët të kontribuojnë për të. Për shembull, nëse dikush fillon të ndajë një histori personale, një person egocentrik mund të ndërhyjë me historitë e veta të ngjashme dhe shpesh të egzageruara. Për shembull, në një festë, po përmendim një emër, Marina, fillon të tregojë se si ka udhëtuar jashtë vendit që ishte së fundmi, ku ka mësuar disa receta gatimi. Shoku i saj, Eliosi, ndërhyn duke deklaruar me zë të lartë se ai është mjeshtër kuzhinier. Ai di ca pjata të famshme ndërkombëtare dhe nuk lë askënd të flas për 10 minutat e ardhshme. Vazhdojmë me tjetrën. Mungesa e empatisë për të tjerët. Një shenjë dalluese e një personaliteti egocentrik është aftësia e kufizuar për të empatizuar. Ata shpesh kanë vështirësi të lidhen ose të kuptojnë perspektivat dhe ndjenjat e njerëzve të tjerë. Kjo mungesë empatie mund të bëjë të tjerët të ndihen të shparfyllur ose të padukshëm, pasi shqetësimet ose përvojat e tyre shpesh nënvlerësohen. Për shembull, Emma është e marrëzitur pas një dite të vështirë në punë, por kur përpiqet të flasë me mikun e saj, me Mikin, këta janë emrat e drinjën, më lejoni të përdor nga këto emra, për këtë ai e përbuz duke thënë, po e tepron bëj këtë gjë. Dita ime ishte tepër e vështirë, që ishte dita jote. Dhe fillon dhe flet për ditën e tij. Nuk do të di se çka e qur tjetri. E treta, nevoja e vazhdueshme për vërtetim. Njerëzit egocentrik shpesh kanë një nevojë të pangopur për lëvdata dhe vlerësim, gjë që i shtyn ata të kërkojnë miratim nga të tjerët vazhdimisht. Kjo nevojë mund të duket si kërkim kompleksitetesh, por në një kërkim të vazhdueshëm për të tjerët për siguri në lidhje me vlerën dhe suksesin e tyre. Për shembull, Nora vazhdimisht e pyet partnerin e saj: "A nuk mendon se jam më e mira unë në punën time? Ose kisha të drejtë për këtë apo për atë?" Partneri i saj ndihet i raskapitur, nga që gjithmonë duhet ta vlerësoj atë. Mora shembullin e Norës, po mund të ishte i shoqi dhe Nora të vërtetonte atij se çfarë ishte ai, se sa i aftë ishte ai. 4. Vështirësi në pranimin e gabimeve. Pranimi i fajt ose gabimi është i vështirë për shumë njerëz, por është pothuajse i pamundur për një person egocentrik. Meqense janë kaq të përqendruar në shfaqjen e tyre kompetente ose superiore, do të bëjnë çmos për të shmangur pranimin se kanë gabuar shpesh, duke fajsuar të tjerët ose rrethanat e jashtme. Për shembull, Sara dorëzoi dosjen e gabuar në punë, gjë që shkaktoi konfuzion në të gjithë ekipin që kishte marrë pjesë në bërjen e saj. Në vend që të pranonte gabimin, ajo këmbgul se dikush tjetër duhet ta ketë humbur dosjen e saktë dhe kësaj i dhan dosjen e gabuar. Ka të tilla. E pesta, të parit të tjerëve si konkurrent. Individët egocentrik mund të shohin të gjithë përreth tyre si konkurrent, madje edhe miq ose dhe familjar. Ky mentalitet mund të çojë në xhelozi, posesivitet dhe një nevojë të vazhdueshme për t'i tejkaluar të tjerët. Në vend që të festojnë arritjet e të tjerëve, ata mund të ndihen të kërcënuar dhe të përpiqen t'i lënë
pas ata. Për shembull, shoku i Tomit merr një ngritje në detyrë dhe në vend që ai ta përgëzoj, Tomi më njëherë përmend suksesin e tij në karrierë, duke bërë arritjen e shokut të tij të duket si diçka e vogël, diçka që s'ka rëndësi, ndërsa sukseset e tij kanë qenë për herë të mëdha. E gjashta, rëndësi e tepërt për veten. Personalitetet egocentrik shpesh besojnë se koha, mendimet dhe qëllimet e tyre janë më të rëndësishme se të tjerëve. Kjo ndjenjë e egzageruar e rëndësisë së tyre mund të rezultojë në mungesë konsiderate për njerëzit për e tyre, pasi ata ndihen të kualifikuar për trajtim të veçantë. Për shembull, Ilda këmbgul që miqtë e saj t'i përshtaten orarit të saj sa herë që takohen dhe nëse është e papërshtatshme për të gjithë të tjerët. Ajo rall me në konsiderat mundësinë ose nevojat e të tjerëve. 7. Përpjekje minimale në marrëdhënie. Individët egocentrik kanë tendencë të përqendrohen më shumë në atë që mund të marrin nga marrëdhëniet sesa në atë që mund të japin. Ata mund të kenë vështirësi në shfaqjen e mbështetjes, dëgjimit aktiv ose kthimit të dashurisë. Shpesh ata presin që të tjerët t'i japin përparësi, por rrallë e kthejnë nderin. Për shembull, kur shoku i Benit kaloi një ndarje, një divorc, Beni shmangu ofrimin e ngushëllimit, duke thënë se ishte shumë i zënë me punë. Megjithatë, kur Beni ka një problem të vogël, ai pret që shoku i tij të lërë gjithçka për ta ndihmuar atë. Ndikimi i tipareve të personalitetit egocentrik në marrëdhënie. Të jetosh ose të punosh ngushtë me dikë që shfaq shenjat e një personaliteti egocentrik mund të jetë e lodhshme. Sjelljet e tyre të paqëndruara te vetja shpesh krijojnë një çekuilibër me të tjerët, të cilët japin më shumë sesa marrin në këmbim. Donjëherë është një mekanizëm mbrojtës që rrjedh nga pasiguria ose frika e refuzimit, ndërsa herë të tjera është një model personaliteti që është zhvilluar me kalimin e kohës. Por si të trajtojmë marrëdhëniet me individ egocentrik? E para, vendosni kufi. Bëjni të qartë se cilat sjellje janë të pranueshme dhe cilat jo. Për shembull, nëse dikush ju ndërpret vazhdimisht, i kujtoni butësisht që t'i lërë të tjerët të flasin gjithashtu siç e lën atë. E dyta, inkurajoni empatin. Ndërsa nuk mund ta devijoni empatin, mund t'i krijoni butësisht individët egocentrik që të marrin në konsiderat perspektivat e tyre. E treta, mos e merrni personalisht. Shpesh këto sjellje kanë të bëjnë më shumë me të se sa me ju. Të kuptuarit e kësaj mund t'i bëjë ndërveprimet më të lehta për t'u trajtuar. E katërta, komunikoni hapur. Adresoni çdo problem me qetësi dhe drejt për të shmangur ndërtimin e pakënaqësisë. Ndonjëherë nxjerrja në pa e veprimeve specifike mund t'i ndihmojë ata të shohin ndikimet e tyre. E pesta, jepni përparësi kujdesit për veten. Është elbësore të siguroni që nevojat tuaja plotësohen dhe që nuk po e teproni me veten për të përshtatur sjelljeve të tyre. Një personalitet egocentrik nuk është domosdoshmërisht një tipar i përhershëm dhe me një farë vetëdije dhe mbështetje. Njerëzit mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Prandaj sigurohuni që t'i bëni ata të kuptojnë me empati ose të bëni një hap prapa për të mirën tuaj. Miq, këto doja të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni të bëni subscribe për të marrë video të reja që unë jep në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.